Ftoj zonjën Elisës. E Universitetit Luar Asi, i nderuar rektor, profesor Etem Ruka, i nderuar James Abdi, drejtori asociuar akademik i Shkollës Ekonomike të Londrës, e nderuar zëvendës ministër, nderuar autoritete, të dashur pjesëmarrës. Dia, ekonomia e dijes, puna dhe jeta shoqërore e mbështetur në dije janë forca kryesore e zhvillimit dhe progresit, sidomos në kohën tonë. Sot njohuritë dhe informacioni shkencor shtohen me shpejtësi maramëndse, ndaj roli i shkollave, universiteteve, qendrave të kërkimit, po bëhet më tepër se asnjëherë tjetër përcaktues në zhvillimin e shoqërive tona. Prandaj erdha me dëshirë në këtë ceremoni, ku do të përuroni fillimin e programeve të përbashkëta mes Universitetit Luar Asi, Universitetit Londrës dhe Shkollës Ekonomike të Londrës. Marrëveshja për fillimin e këtyre programeve është një hap i rëndësishëm dhe premtues i Universitetit Luar Asi, drejt asaj që ne kemi shpallur si objektiv prioritar në arsimin e lartë, ndërkombëtarizimin e universiteteve shqiptare. Të hedhësh këtë hap me një universitet të Mbretërisë Bashkuar është një sukses i madh. Por të hedhësh këtë hap me Universitetin e Londrës dhe Shkollën Ekonomike të Londrës, që është një ndër institucionet më prestigjioze të Mbretërisë Bashkuar dhe një ndër markat më të njohura në arsimin e lartë në botë, është një sukses i jashtëzakonshëm. Për më tepër që programet që do të filloni, Bachelors in Data Science and Business Analytics, Bachelors in Finance, Bachelors in Business Administration, janë të orientuar drejt formimit profesioneve në sektor prioritar të zhvillimit dhe mjaft të kërkuar nga tregu. Diploma e dyfisht që do të lëshohet në përfundim të këtyre programeve të përbashkëta studimit nga 2 universitete do të jetë një aset që do t'i bëjë studentët e diplomuar në këto deg konkurrent të padiskutueshëm në tregun shqiptar e përtejti. Këto diploma do të ofrojnë mundësi të gjëra punësimi pasi i pajisin studentët me aftësitë për zgjidhjen e problemeve, analizë, vetë motivim, cilësi që kërkohen nga punëdhënësit në Shqipëri, rajon e mëtej. Kurikula e këtyre programeve të përbashkëta të studimit e ofruar nga Universiteti i Londrës në drejtimin akademik të Shkollës Ekonomike të Londrës do të jetë një cilësie të lartë dhe do të ofrojë, shpresojmë shumë, një përvojë mësimore ndërdisiplinore, e cila integron teorinë akademike me aftësitë praktike sipas një kurikule moderne, inovatore dhe bashkëkohore. Duke harmonizuar aplikimin e programeve të përbashkëta me universitete elitare të huaja dhe duke tërhequr student nga jashtë vendit, Universiteti Luar Asi, por dhe universitetet e tjera shqiptare, po harmonizojnë 2 përmasa të rëndësishme të procesit të ndërkombëtarizimit. Kjo marrëveshje vjen kohën e dur, kur marrëveshjet dhe bashkëpunimet ndërkombëtare të universiteteve shqiptare janë një prioritet, jo vetëm për universitetet dhe botën akademike, por edhe për kuvendin dhe qeverinë shqiptare, në përpjekjet tona të përbashkëta për të rritur cilësinë e arsimit lartë dhe kredencialet e universiteteve shqiptare. Programet dhe diplomat e dyfishta janë procesi dhe produkti që aq shumë kërkohet sot nga vajzat dhe djemtë e Shqipërisë që aspirojnë të ndjekin studimet e larta. Ky dimension i modernizimit të universitetet tona do të rrisë, siç edhe ka filluar të rrisë, mobilitetin e studentëve dhe personelit akademik, proces që lehtësohet edhe nga fakti që studimet në programet e përbashkëta ofrohen në gjuhën angleze. Mundësia për ndjekjen e këtyre programeve në gjuhën angleze është një korsi e re për gjimnazistët shqiptar nga Shqipëria, viset shqiptare në rajon apo dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Një tjetër avantazh që krijohet nga ofrimi i programeve të përbashkëta të studimit është zgjerimi i mundësive për të merituar e fituar akreditimin nga agjencitë ndërkombëtare, çka do të rrisë besueshmërinë dhe njohjen e diplomave të universiteteve shqiptare në tregun global të punës. Këto hapa do të lehtësojnë e përshpejtojnë pranimin në universiteteve shqiptare në organizatat dhe rrjetet akademike ndërkombëtare dhe përfshirjen e tyre dinjitoze në projekte kërkimore të përbashkëta. Ju uroj sinqerisht suksese dhe shpresoj të takohemi sa më shpejt në veprimtari të tilla,
të cilat promovojnë cilësinë, konkurencën dhe fuqinë e tregut diplomave të universiteteve shqiptare. Në këtë kohë, kur të gjitha përpjekjet e Shqipërisë në projektin ton madhor kombëtar për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda pak viteve merr një rëndësi të posaçme dhe ndërkombëtarizimi i universiteteve, modernizimi i tyre dhe afrimi i tyre me standardin perëndimor, me standardin evropian. Ju falenderoj shumë. Suksese. Falenderoj zonjën Spiro Pali dhe ftoj në skenë Gent Sekon, guvernatorin e Bankës së Shqipërisë. Faleminderit zoti Seko.